Një sulm i rënd me raketa balistike dhe dron i ndërmarr nga forcat ruse gjatë natës mbi objektiva civile në Ukrainë ka vënë në shënjestër kompleksin rezidencial ku banon ambasadori i Shqipërisë në Kiev, Ernal Filo. Lajmi është bërë i ditur nga ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, i cili përmes një reagimi në rrjetin social X ka dënuar ashpëraktin duke e cilësuar si një shpërfillje totale ndaj jetës njerëzore dhe normave diplomatike. Në deklaratën e tij, ministri Hoxha ka theksuar se goditja e një kompleksi rezidencial ku jeton përfaqësuesi diplomatik i Shqipërisë përbën një përshkallëzim serioz të agresionit rus. Kjo është e papranueshme, targetimi i zonave civile dhe vënia në rrezik e personelit diplomatik përfaqëson një përshkallëzim të rëndë dhe një tjetër kujtesë të zymë të kostos njerëzore të agresionit të vazhdueshëm të Rusisë, shkruan ministri. Hoxha nënvizoi se pavarësisht sulmeve të vazhdueshme ndaj infrastrukturës, shkollave dhe spitaleve, gjatë 4 viteve të fundit, Rusia ka dështuar të thyejë qendresën e popullit ukrainas. Si pasojë e këtij incidenti të rënd, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka ndërmarrë veprimet e menjëhershme diplomatike. Ambasadori i Federatës Ruse në Tiranë është thirrur zyrtarisht në ministri për të dhënë shpjegime lidhur me sulmin. Shqipëria ka përsëritur thirrjen drejtuar Rusisë për të ndërprerë menjëherë luftën dhe për t'u rikthyer në tryezën e negociatave, duke theksuar se përgjegjësit për këto sulme duhet të mbajnë përgjegjësi për aktet e tyre. Ky incident vjen në një moment të tensionuar të luftës në Ukrainë, ndërsa Tirana konfirmon mbështetjen e saj për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës.